Në skajin perëndimor të Shqipërisë, aty ku malet e Karamboronit bien drejt detit jon, fshihet një gjë i vogël me një histori të madhe. Një vend i izoluar ku shkëmbejnë të ruajnë gjurmët e njerëzve që kaluan këtu ndër shekuj. Ky është gjiri i Gramës. Nga lart, ky gjë duket si një cep i humbur mes maleve dhe detit, por pas kësaj bukurie të egër, fshihet një histori e veçantë. Pozicioni i mbrojtur i gjirit e bërja të një stre natyrore pranijet që përballeshin me detin e tërësuar. Kur shtojit godisnin briqet, udhëtarët e detit gjenin këtu mbrojtje. Dëshmia më e veçantë e gjirit të Gramës ndodhet në shkëmbejnë përreth. Në to janë zbuluar mbi shkrimet e lashta të lëna nga njerëz që kanë kaluar në këtë vend. Emra, shenja dhe dedikime që tregojnë se ky gjë nuk ishte thjesht një stre, por një pikë e njohur përgjatë rrugëve detare të lashta. Çdo shenjë në gur është një mesazh i ardhur nga e kaluara. Por historia e këtij vendi nuk mbaron me lashtësinë. Mbi gjë shihen dhe ndërtime të vjetra që tregojnë përdorime të tjera të kësaj zone strategjike dhe të izoluar të Karamboronit. Një vend ku natyra dhe historia janë ndërthurur ndër shekuj. Sot, gjiri i Gramës mbetet një nga vendet më të veçanta të Bregdetit shqiptar. I rrethuar nga shkëmbinj dhe deti i hapur, ai vazhdon të ruajë historitë e atyre që kërkuan stre këtu. Nuk është thjesht një gjë e bukur, është një faqe historie e shkruar në gur. Ky është një tjetër sekret i fshehur i Shqipërisë.